Qipa, me që se jemi të opozita, tjetë se ke pak, po duhet ndalemi pak më shumë tek lëvizja e Ervin Saljanit. Po e quaj, por ndërkohë ka dhe figurat të tjera të PD-s pa angazhime në zgjedhjet e 11 majit, ose pa kosto politike në humbjen e opozitës, por njerëz që në primare kanë dalë me vota të larta, por gjithashtu kanë qenë edhe kandidat, siç është Aulon Kalaja në qarkun e Durrësit, me një rezultat të kënaqshëm për opozitën. Është filiza e një lëvizje të re, apo është një lëvizje për të imponuar lidershipit Partisë Demokratike për të marrë drejtimin 2026-2030 ndoshta? Jo, për të gjykuar lëvizjen e re ose rishtare të zotit Saljani, duhet mbajmë në konsiderat atë që quhet investimi politik vetjak i tij, sepse ne kur ndodhi arrestimi i tij dhe burgosja gati 1 vjeçare për shkak të akuzës që u ngrit në rrethana politike, të gjithë menduam se ai do ta kapitalizonte atë pozicion dhe ndëshkim të tij për ecurinë e mëtejshme dhe ardhmërinë politike vetjake. Sot ai ka të gjitha mundësitë që ta ridimensionojë këtë gjë dhe ta shndrojë në një kapital politik me mbështetje. Por natyrisht nuk e ka të lehtë për shkak se brenda Partisë Demokratike fuqia potenciale e të ashtu quajturve Berishist është ende potenciali fuqishëm dhe përcaktues. E dyta, lëvizjet politike. Një protagonist i tillë nuk mund t'i bëjë duke mbajtur në të njëjtën kohë pozicionin antagonist me kryetarin historik, sepse kjo të heq ata që quhen mbështetësit dhe krijon një mundësi fraksionimi që është e dëmshme, dhe fraksionizmi në PD gjithmonë është i destinuar të dështojë, sepse posedon atë, le të themi, pushtet dhe mbikëqyrje vetë zoti Berisha. Dhe e treta, në këto lëvizje nevojitet që të kesh atë që quhet mbështetjen e aktorëve të rinj dhe e pretendentëve të rinj. Kur them pretendentëve në kuptimin protagonist të fjalës, sa do t'i ketë këta dhe se si do të strukturohen ata, duke ruajtur me atë që quhet armaturën dhe arkitekturën e vetë Partisë Demokratike në kuptimin strukturor të fjalës, kjo mbetet për tu parë. Dhe nga ana tjetër, mbetet për tu parë edhe lëvizja politike që mund të bëjë një, le të themi, një veteran i politikës dhe një politikan i cili është aq i rregjur sa ka refuzuar edhe pleqërinë në kuptimin dialektik të fjalës.